Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Kreu i dhomës së avokatisë Vlorë Durim Bajrami thot se përshëndrimi i çështjeve në gjykatën e apelit në Tiranë ka sjellë vonesa dhe vështirësi për avokatët dhe qytetarët. Sipas tij, po shërtohet një studim për rikthimin e 3 gjykatave të apelit në Tiranën, Vlorën dhe Shkodrën si qendra të mundshme. Harta e re gjyqësore ka sjellë problematika të shumta në funksionimin e sistemit të drejtësisë, veçanërisht për çështjet civile, të cilat në disa raste zgjasin deri në 7 apo 8 vite. Kreu i dhomës së avokatisë Vlorë Durim Bajrami thekson se koha u ka dhënë të drejtë kundërshtimeve të ngritura në lidhje me hartën e re gjyqësore, pasi çështjet gjyqësore po zvariten për vite me radhë. Sipas tij, kjo hartë u hartua me qëllim që gjyqtarët të përqendroheshin në Tiranë. Megjithatë, po mendohet dhe ka një studim për 3 gjykata apeli, ku veç Tiranës të jenë dhe 2 të tjera në Vlorë dhe Shkodër. Shiko, ne zgjidhjen e kemi dhënë, ne kundërshtimet tona i kemi bërë që në fillim, që kur u bë harta e re gjyqësore, pra nga harta me 6 gjykata apelit kaloi në një gjykatë të apelit jurisdiksion përgjithshëm, u kundërshtua nga ana jon, ka zëra që sepse koha na dha shumë shpejt të drejtë për dështimin e kësaj harte gjyqësore, ka zëra për një rishikim të mundshëm të hartës gjyqësore, ne zgjidhjen e kemi dhënë të paktën të kaloj me 3 apele, të ketë Vlora një apel për rajonin e Jugut, të ketë Tirana për qendrën dhe Shkodra për rajonin e Veriut. Se sa do të merret në konsiderat, kjo ngelet është në varësi të organeve të pushtetit. Atëherë, për t'i thënë gjërat troç, sepse nuk mund të flasim, duhet ta shmangim gjuhën e diplomacisë, sepse në qoftë se do vazhdojmë, gjuha diplomacisë për mendimin tim është i përket vendeve të standardeve të larta demokratike. Nuk mund të flitet më me gjuhën e diplomacisë shqiptare, nuk duan ta bëjnë këtë. Troç nuk duan ta bëjnë, nuk do Këshilli i Lartë Gjyqësor për ta bërë një hartë të re gjyqësore, sepse ka hallin dhe merakun sepse gjyqtarët largohen nga Tirana. Edhe gjyqtarët duhet të jetojnë në Tiranë, nuk duhet të jetojnë më në përrethë. Pra, ajo është stres e lartë që këta gjyqtarë duhet të jetojnë në Tiranë. Sepse kjo ishte edhe shkaku që u bë një gjykatë të apelit jurisdiksion përgjithshëm. Ishte që gjyqtarët duhet të bjerë në Tiranë, duhet të jetojnë në Tiranë. Edhe gjykata e apelit, gjykata e shkallës parë administrative, u hoq nga Vlora dhe u shkua në Lushnjë për t'u afruar diçka me Tiranën, sepse Vlora ishte më larg. Thash, nuk është keq me gjykimet gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë, nuk është keq me gjykimet, çështjet tani kuptohet, ato çështjet që janë më komplekse, me vështirësi shkojnë edhe deri në 1 vit gjykim ose 1 vit e gjysmë, ndërsa çështjet e tjera që janë më të shpejta shkojnë diku te 4, 5, 6 muaj. Pra, mund të bëjmë një përmbledhje të tipit të tillë që shqiptarët në këtë moment kanë 2 alternativa, ose drejtësi e korruptuar ose drejtësi e vonuar, ose drejtësi nuk ka. Dhe sipas vendimit të vërtetë më mirë e korruptuar apo e vonuar? Shiko, nuk dua ta përmend atë drejtësinë e korruptuar, sepse për drejtësinë e korruptuar bëm një luftë të tërë. Vettingun, pavarësisht se është një kohë gjatë për të folur për pasojat e tij dhe të mirat dhe të këqijat që solli ai vetting, por problemi është që sot me kushtet që ka, për shembull, gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm nuk mund të flitet për drejtësi të korruptuar. Aty është efekti kohë, efekti administrat, efekti godin që ka ajo. Ajo është një godin që shërbente për gjykatën e apelit të Tiranës dhe prap aty me gjykimet që bënte vetëm për Tiranën, ajo shkonte deri në 3 vite. Pra, kemi të njëjtën godin, kemi të njëjtën administrat, kemi të njëjtën infrastrukturë që kishte gjykata e apelit të Tiranës, pra kur ishin 6 gjykata apeli,
Dhe sot kemi një apel të jurisdiksionit të përgjithshëm për gjithë Shqipërinë që është po ajo e godin. Patjetër që është kaq janë të rrequr sepse qytetarët vlonjat, por jo vetëm ata vlonjat, por sepse kemi dhe qytetarë nga Konispoli, që janë dhe gati 160 kilometra më larg se ne, në qytetin e Vlorës. Pra nuk e përballojnë dot koston për të shkuar, sepse ai që niset nga Konispoli duhet niset mëngjes, të shkojë në Tiranë sot, të flënë në Tiranë, të bëj gjyqi nesër dhe po ju bë dhe gjyqi, sepse dhe mund t'i dështoj gjyqi, dhe pastaj të niset prapë, pra i duhen 3 ditë kohë. Pra ky është kusuri i hartës së re gjyqësore. Pra largoj aksesin në drejtësi ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe këtë ne kemi ngritur me shqetësim të madh dhe me seriozitet që në fillimin kur nisi të aplikojë harta gjyqësore, kemi thënë që ju po cënoni një nga parimet bazë, një nga parimet themelore të kushtetuesës, aksesin e qytetarëve në drejtësi. Bajrami thekson se gjykata e apelit në Tiranë nuk mund të përballojë të gjitha çështjet e ardhura nga i gjithë vendi, duke sjellë vonesa të konsiderueshme në shqyrtimin e tyre. Kjo problematikë sipas tij ka sjellë në raste të veçanta edhe tërheqjen e avokatëve nga çështje gjyqësore të caktuara. Me hartën e re gjyqësore pati jo pa kundërshtime pasi funksionimi i vetëm një gjykate apeli në vend jo vetëm rrit kostot për qytetarët, por kërkon dhe vite të tëra për shqyrtimin e çështjeve të ndryshme, kryesisht atyre civile. Ndërkohë së fundmi është raportuar për mundësinë e ngritjes së 3 gjykatave apeli, ku përveç Tiranës të rikthehen dhe gjykatat e apelit në Vlorë dhe Shkodër. Operatorët turistik në Vlorë cilësojnë sezonin veror të vështirë duke ngritur shqetësime për mungesën e pastrimit, furnizimit me ujë të pishëm dhe gjendjen e amortizuar të rrugëve. Administratori i një hoteli Selam Zaimi thotë se këto problematika kanë ndikuar drejt për drejt në funksionimin e bizneseve dhe në cilësinë e shërbimit ndaj turistëve. Sezoni veror po shkon tashmë drejt fundit, teksa disa prej operatorëve turistik në Vlorë bëjnë dhe rezumen e tij. Sipas Selami Zaimit, administratori i një hoteli në ujë neftot, ky sezon ka qenë tepër i vështirë kjo për shkak të mosofrimit të dur të shërbimeve nga pushteti lokal. Zaimi thotë se vështirësitë kryesore që kanë asur përgjatë kësaj vere ka qenë mungesa e pastrimit të dur në zonën ku biznesi funksionon. Jo vetëm kaq, por sipas tij, në zonë ka munguar shpesh dhe ujë i pishëm. Një tjetër shqetësim ka qenë dhe gjendja e rrugëve në brendësi të zonës të amortizuara dhe në një gjendje të degraduar vitesh. Rruga jonë të paktën 3 muaj nuk është pastruar më shumë se 2 herë. Na kanë mbytur plerat. Problemi i parë është shqetësues. Po më shqetësues kemi pas problemin e ujit. Lagja jonë e dënuar me ujë, na shpreh ujë çdo ditë në 18 deri në 5 masdite. Vjen pushuesi do të lahet, s'ka ku të lahet. Ka marr çantën, ka marr bagazhet, ka ikë. Është problem që ne kemi ndier shumë. Problem tjetër që ashtu veç pastrimit të rrugës edhe kësaj është edhe problemi i ujit të detit. Në pjesën tonë përballë në hotel, dukur se që është kjo zona këtu, uji si ka qenë shumë i ndotur. Nuk e di nga vjen ajo ndotje, por bashkia do të kishte vendosur. Pse thoj bashkia? Them bashkia sepse ne ata kemi. Te kemi votuar, ata duhet të votojnë. Pavarësisht se kujt krau janë, nuk nisem nga ajo, por nisem që të bëhet puna. Neve na ka nxjerrë shumë shqetësime. Një shqetësim tjetër ka qenë këtu poshtë, është po ka filluar punime për një pallat 20 dhe ca tash. Takzojnë që e kam, por nuk ka pse punojë në sezon. Është punuar deri në 20 korrik, që ne kishim kulmin e punës. Shpesh bizneset e qytetit të Vlorës përgjatë sezonit turistik përballen me një sër probleme që ndikojnë drejt për së drejti te klientela e tyre. Mungesa e ujit, pastrimit të energjisë elektrike, parkimeve, por dhe gjendja e rrugëve janë mjaft shqetësuese për këta të fundit. Në Vlorë u zhvillua për herë të parë një ekspozitë filateike me 118 seri pullash postare nga 118 vende të ndryshme të botës, kushtuar figurës së Nën Terezës. Ekspozita Nën Tereza, shenjtoria që preku botën, e mundësuar nga filateisti Gjon Marku, tërhoqi interesin e qytetarëve dhe turistëve. Mbrëmjen e së mërkurës në qytetin bregdetar të Vlorës është zhvilluar për herë të parë, jo vetëm në Vlorë, një ekspozitë filatelike me përmasa të mëdha.
e cila solli në vëmendje figurën e Nën Terezës përmes pullave postare të gdhendura nga 118 vende të ndryshme të botës. Ekspozita e titulluar Ekspozit Filatelike Nën Tereza, shenjtoria që preku botën, u mundësua nga filatelisti i njohur Gjon Marku dhe tërhoqi vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve të shumtë që vizituan këtë pasuri të paçmuar filatelike. Filatelisti Gjon Marku, autori i koleksionit, e përshkroi Nën Terezën si një figurë me përmasa të mëdha dhe të papërsëritshme, e cila është emetuar në pulla postare nga 118 shtete të ndryshme të botës. Nën Tereza përbën një figurë përmasave të mëdha botërore, përbën një specifik të veçantë për filatelinë botërore. Edhe Kisha Katolike ishte e pranishme në këtë eveniment përmes së zërit të priftit të Kishës Katolike në Vlorë, i cili u shpreh se dhuntia e saj është shenja e dashurisë. Ne besojmë dhurata e Shenë Madhe Teresa ose Nën Tereza ishte një dhuratë veçantë që kemi nga Zoti. Edhe sot siç ne festojmë, premtojmë ditëlindjen e saj, është një kujtim për gjithë besimtarë që besojnë në Zot, ose veçanërisht në Jezu Krishti, që ajo ka ardhur me një zemër të madhe, mund të themi, edhe ka ofruar për shërbim edhe për dashuri i Zotit. Ne duhet të mësojmë sot që ne mund të bëjmë shumë gjëra të mëdha me një zemër të pastër, një zemër të hapur për njerëzit, veçanërisht që kanë nevojë për njerëzit edhe për Jezusin. Prandaj, dhurata e saj është një shenjë dashuri, edhe shërbim, edhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Ekspozita u vlerësua gjerësisht dhe nga vizitorët e mbrëmjes mërkur. Që na sjell përballë një jetë Ndihem shumë e privilegjuar që jam në këtë ekspozit filaterie. Hapet për herë të parë në qytetin e Vlorës dhe është një kënaqësi e madhe që vlerat e Nën Terezës shpalosen sot në qytetin tonë. Të gjithë shikojnë dhe dëgjojnë, motivohen nga ato që janë shkruar dhe prezantohen sot. Është një punë studiuese e jashtëzakonshme e studiuesit Gjon Marku, për cilin unë kam shkruar edhe një artikull detajues mbi filaterinë dhe është e jashtëzakonshme që në qytetin e Vlorës për herë të parë të na vinë këto vlera kaq të mëdha kulturore dhe ku të gjithë që jemi pjesëmarrës e shikojmë në këto ditë gushti të nxehta, kaq shumë të ardhur që ka dhe të vinë të shikojnë në Vlorë një event të tillë është kënaqësi e madhe. Ekspozita filatelike për Nën Terezën u mbështet dhe nga Bashkia e Vlorës dhe konsiderohet si një omazh domethënës ndaj njërës prej figurave më të shquara shqiptare në histori, e njohur dhe nderuar në mbar botën. Fakti që një event i tillë u organizua për herë të parë në vend e bën atë dhe më të veçantë për komunitetin lokal dhe dashamirësit e filatelisë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të njëjtën në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, ku bashkëshorti dyshohet se ka goditur bashkëshorten me sqepar në ballë. E reja është transportuar në spital ku po merr ndihmën mjekësore, ndërsa është shoqëruar në komisariat autori dyshuar. Një ngjarje dhune në familje është regjistruar në orët e para të kësaj të njëjteje në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Sipas të dhënave paraprake të siguruara nga Blu Televizion, një çift është konfliktuar, ndërsa bashkëshorti dyshohet se ka goditur bashkëshorten 61 vjeçare me një mjet prerës tip SPAT në pjesën e ballit. Ajo është transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Vlorës ku po merr ndihmën mjekësore. Sipas bluzave të bardha, gjendja e saj është stabilizuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Dëmtimet janë raportuar si sipërfaqësore, kryesisht në pjesën e ballit. Ndërkohë policia ka shoqëruar bashkëshortin dhe po merr deklarimet e tij, ndërsa po merret në pyetje dhe e dhunuara me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të konfliktit. Policia ka zhvilluar një aksion të gjerë në hyrje të qytetit të Vlorës, ku uniformat blu kanë ushtruar kontrolle ndaj automjeteve që kanë hyrë dhe kanë dalë nga qyteti. Në fokus të kontrolleve, evidentimi i personave në kërkim si dhe goditja e rasteve të armbajtjes pa leje.
Një aksion i gjerë kontrolli është zhvilluar në hyrje të qytetit të Vlorës, ku uniformat blu kanë ushtruar kontrolle ndaj automjeteve që kanë hyrë dhe kanë dalë nga qyteti mbrëmjen e së mërkurës. Kontrollet kanë pasur në fokus evidentimin e personave në kërkim, verifikimin e dokumentacionit, si dhe parandalimin dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje. Forcat e policisë kanë ndaluar automjete të ndryshme dhe kanë kryer verifikime të drejtuesve dhe pasagjerëve në kuadër të masave për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Aksion ky që ka vazhduar edhe për gjatë kësaj të enjte në qytet. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë përgjatë mbrëmjes dhe mëngjesit të kësaj të enjteje kanë ushtruar kontrolle në disa zona të qytetit të Vlorës. Kontrolle këto që kanë në fokus evidentimin e personave me precedent penal, atyre të cilët lëvizin të armatosur, por edhe shtetësve në kërkim. Aksioni synon gjithashtu identifikimin e personave me precedent kriminal apo të përfshirë në veprimtari të paligjshme, duke kthyer hyrjen e qytetit në një pikë të rëndësishme kontrolli. Kontrollet pritet të vijojnë dhe në zona të tjera të qytetit në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë publike. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme përfshiu pas ditën e së mërkurës kodrat e qytetit të Sarandës, duke kryer për disa orë shqetësime për banorët dhe subjektet pranë. Ndërhyrja në kohë e zjarfikësve bëri të mundur izolimin e vatrës dhe parandalimin e përhapjes së flakëve. Zjarri përfshin kodrat e Sarandës, ndërhyrja nga toka dhe ajri neutralizojnë flakët. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme përfshiu pas ditën e të mërkurës kodrat e qytetit të Sarandës, duke krijuar për disa orë shqetësim për banorët dhe subjektet që ndodhen në afërsitë të zonës së përfshirë nga flakët. Vatra e zjarrit u shfaqi rreth orës 17 dhe favorizuar nga era, flakët nisën të përhapen me shpejtësi në sipërfaqet me bimësi. Situata u bë më problematike për shkak të afërsisë me disa struktura dhe subjekte hoteliere, të cilat ndodheshin pranë zonës ku po përhapej zjarri. Megjithatë, pas njoftimit drejt vendit të ngjarjes, u nisën shërbimet zjarfikse të Sarandës, të cilat nisën ndërhyrjen për izolimin e vatrës dhe parandalimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara dhe subjekteve turistike. Në ndihmë të forcave zjarfikse të Sarandës, mbërritën edhe mjete zjarfikse nga Delvina dhe Konispoli, duke shtuar kapacitetet në teren. Për shkak të terenit dhe përhapjes së flakëve të favorizuara nga era, ndërhyrja nga toka u mbështet edhe nga ajri. Në operacion u angazhua një helikopter i forcave të armatosura, i cili ndërhyri për shuarin e vatrave më problematike dhe ndihmoi në frenimin e përhapjes së zjarrit. Ndërhyrja koordinuar nga toka dhe ajri bëri të mundur që flakët të lokalizoheshin dhe të mos përparonin drejt subjekteve hoteliere që ndodheshin fare pranë. Pas rreth 2 orësh ndërhyrje, situata nisi të stabilizohej. Rreth orës 19 zjarri u arrit të shuhet plotësisht, ndërsa ekipet në teren vijuan kontrollet për të shmangur mundësinë e riaktivizimit të ndonjë vatre të mbetur. Pavarësisht afërsisë së flakëve me disa struktura turistike, ndërhyrja në kohë shërbimeve zjarfikse dhe mbështetje nga ajri bëri të mundur shmangjen e situate më serioze. Deri në shuarjen përfundimtare nuk u raportuan probleme me banesat apo subjektet hoteliere. Zjarret ka qenë një problem i përsëritur gjatë muajit gusht në territorin e qarkut të Vlorës. Në javën e fundit janë regjistruar disa vatra zjarri në zona të ndryshme përfshirë territorin e bashkisë Vlorës, Elenicës, Sarandës dhe Himarës. Temperaturat e larta, bimësia e thatë dhe era kanë krijuar kushte të favorshme për prapjen e shpejtë të flakëve, duke detyruar shërbimet zjarfikse të jenë në gatishmëri të vijueshme. Në disa raste është kërkuar dhe ndërhyrja nga ajri për shkak të terenit të vështirë dhe pamundësisë së mjeteve zjarfikse. Autoritetet vijojnë monitorimin e zonave të prekura, ndërsa u bëhet apel qytetarëve dhe pushuesve të tregojnë kujdes së shtuar gjatë ditëve të nxehta dhe të raportojnë menjëherë për çdo vatër zjarri. Banorët e Gjirokastrës kontribuojnë në pastrimin e oboreve, rrugicave, shesheve dhe ambienteve publike, duke ndihmuar në ruajtjen e pastërtisë së qytetit. Me rritjen e numrit të turistëve, ata apelojnë për më shumë kujdes ndaj mjedisit si pjesë e imazhit dhe mikpritjes së qytetit të gurtë. Në Gjirokastër komuniteti po kontribuon për mbajtjen pastër dhe mbrojtjen e mjedisit. Banorët vazhdojnë traditën e pastrimit të oboreve të shtëpive, por edhe të mjediseve publike, shesheve dhe rrugicave në lagjet të brendshme të qytetit. Vazhdimisht ata largojnë mbetjet urbane duke dhënë ndihmës për një mjedis të pastër, ndërsa Gjirokastra vizitohet nga turistë vendas dhe të huaj. Banorët apelojnë për mbajtjen pastër të mjedisit dhe qytetit të gurtë. Më pëlqen, mos ketë plera në sheshe. Më pëlqen. Çdo mëngjes bie boru do pastroj borun. Bie shiu se grumullohen plerat nga lart vinë këtu, do t'i pastrojmë ato të gjitha. Je detyruar t'i heqësh se pengohen të moshuar fëmijë e plot. Banorët që kalojnë në shumica kënaqen, shumë veta që si shkojnë me makina i hanë i hedhin mes të rrugës, i hedhin dhe në kokë. Edhe fëmijëve tanë, edhe pleqi me zibajnë nga një shkop që shkojnë të marrin pensionin. Më buzëqeshin të gjithë që janë edhe të Gjirokastrës, rretheve që vinë
nga Durrësi, nga Tirana, nga Shkodra, po turistët po ju pëlqen. Duhet edukohet nga familja vetë, pjesëtarve që ka, ruhet sepse ajo është kulturë, ajo është pastërti, ajo është higjiena. Zhvillimi i turizmit e ka kthyer në domosdoshmëri mbrojtjen e mjedisit në Gjirokastër. Mjedisi i pastër krijon një imazh pozitiv të qytetit për vizitorët dhe turistët. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.